Haradinaj, kushdo që voton për qeverinë Kurti 3 është argat i Serbisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AK, Ramush Haradinaj, ka bërë një deklaratë të ashpër ndaj lëvizjes vetëvendosje e udhëhequr nga Albin Kurti. Sipas Haradinajt, kushdo që ndihmon në formimin e qeverisë Kurti i është argat i Serbisë dhe Rusisë. Sa i përket qeverisë, unë jam i bindur, kushdo që e ndihmon pra qeverinë Kurti i është argat i Serbisë dhe Rusisë. Këtë nuk e ndryshoj. Është serioze, ka thënë Haradinaj në emisionin Debat Plus. Haradinaj ka drejtuar gjithashtu akuza ndaj kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, lidhur me politikën energjetike të qeverisë dhe vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, i cili pritet të hyjë në fuqi më 1 qershor. Haradinaj ka thënë se Kurti ka vepruar për vite me radhë kundër fuqizimit të sektorit energjetik të Kosovës, duke penguar zhvillimin e kapaciteteve të reja prodhuese. Fillimisht me qymyr e më pas me gaz, Kurti, ose mashtruesi, me dekada ka punuar kundër forcimit të sektorit energjetik të Kosovës, duke pamundësuar ndërtimin e kapaciteteve të reja, dikur ato me qymyr, pastaj ato me gaz. Kurti në vazhdimsi ka punuar për interesat të një grupi të vogël, të atyre që shesin e blejnë energji. Është plotësisht në funksion të tyre, dhe së fundmi, Kurti i quan 1% bizneset e pat me çfarë demagogjie po përpiqet sërish ta mashtroj popullin. Duke i thënë një pjesë të tij, mos u mërzitni për këta, ka deklaruar Haradinaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.